Jo vetëm partia ose kryeministri i ardhshëm, por të gjitha subjekte politike parlamentare duhet të ulen në një tërheqje të cilën duhet të udhëheqë presidenti i Kosovës dhe ta bëni strategji të qartë edhe për sa i përket në raport me dialogun, në raport me Serbinë, edhe sa i përket në raport me integrimet dhe me aleancat të cilat ne jam ftuar që këto 4 vitet e kaluara. Pra, duhet të kemi fokus të veçantë që të japim epilog sa i përket dialogut, për shkak se kjo merr energji shumë Kosovës dhe e lën në vend numëror edhe në aspektin e brendshëm edhe në aspektin e jashtëm. Do të ketë presion, edhe vizitën e fundit të dërgumit të ri për dialogun nga Bashkimi Evropian, i njëjti u shpreh edhe u rishpreh, siç janë shpreh edhe në të kaluamën, edhe Borrell, edhe Lajçak, po gjithsesi unë besoj që ky do të jetë më kompetitiv sa i përket facilitimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për marrë deri te konkluda e një marrëveshjes finale, po urojmë që do t'i ndihmojë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kjo ditë të vijë sa më shpejt që të jetë e mundur. Si keni parë në këtë vizitë të tij? I ripërsëriti qëndrimet e Bashkimit Evropian, që duhet të respektohen marrëveshjet e arritura që nga fillimi i këtij dialogu dhe në të njëjtën kohë edhe Kosovës i bëri thirrje që të fillojë të mendojë seriozisht për mënyrën se si do t'ju jap më shumë kompetencë, autonomi sociale, politike e komunitetit serb, kishte parasysh asociacionin e komunave serbe, por në të njëjtën kohë kishte përballë një kryeminist i cili ka hezituar për 4 vite radhazi që të ndërmarrë hapa konkret për sa i përket kësaj teme dhe përmbylljes së mundshme të dialogut me Serbinë. Këto janë 2 pikat kryesore. Respektimi i marrëveshjeve nga ana e Serbisë dhe fillimi i implementimit për asociacionin nga ana e Kosovës. Ky është ngjarje kryesore i cili pa cilin nëse nuk të i kaluhet, nuk do të kemi përmbyllje dhe konklud për sa i përket dialogut. Nëse do të kemi rikthim të fuqishëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës në tavolinë e dialogut, të cilin e faciliton zyrtarisht Bashkimi Evropian, kryeministri Kurti, nëse do të vazhdojë të jetë kryeministër për 4 vitet e ardhshme dhe për mandatin e ardhshëm, duhet të rikapitulojë vetveten, qëndrimet e tij dhe duhet të qaset më ndryshe, për ndryshe nuk do të ketë ardhmë as si kryeministër, po as ardhmë politike për shkak se shebat nuk kanë kohë që të na presin për teket tona, jo e pranoj, jo se pranoj, jo e bëj, jo se bëj.